Jam ullur në kafeinën e vogël pranë shtëpisë, duke e përzier kafen pa qëllim. Përballë meje, gjyshi im, i cili nuk është gjyshi im i vërtet, por një mik i familjes që e quajmë Zhazhi, po më tregon për të kaluarën. Flokët e tij të bardhë shkëlqejnë në dritën e pasdites, dhe sytë e tij kanë atë ngrohtësi që të bën të ndihesh e sigurt. Unë jam 22 vjeç, ai 78. E njoh që kur isha fëmijë, por kohët e fundit diçka ka ndryshuar mes nesh. E di, thot ai, duke vendosur dorën mbi timen. Ti je si era që më kujton pranverën. Unë qesh, por zemra ime rreh më shpejt. Ai ka një mënyrë të veçantë për të më parë, sikur sheh përtej asaj që unë tregoj. Pas ditëve, kur ai vjen për kafe, unë ndjej një pritje të ëmbël, një dridhje që nuk mund ta shpjegoj. Një ditë, ai më ftoi në shtëpinë e tij të vjetër, ku muret mbajnë erë librash dhe druri të vjetër. Ishte një pasdite vjeshte, me gjethe që binin jashtë dritares. Ai më tregoi albumin e fotografive, duke më treguar gruan e tij të ndjerë, fëmijët, jetën e tij. Pastaj, papritur, ai më tha: "Të kam parë të rritesh, por kur nuk e kam imagjinuar se do të më bëhet të ndjehem përsëri i ri." Unë nuk dija çfarë të thosha. Isha aty, pranë tij, dhe era e tij e lashtë, e përzier me duhan dhe livando, më mbështilte. Ai ngriti dorën dhe më preku faqen, butësisht, siç pret një fëmijë një lule. Ishte një prekje që nuk kërkonte asgjë, por që jepte gjithçka. Dhe unë, pa menduar, e lash veten të mbyllej në atë moment. Ajo natë, në shtëpinë time, nuk mundja të flija. Mendja ime kthehej te ai, te duart e tij të thata por të ngrohta, te zëri i tij i thellë që më thoshte emrin tim sikur ishte një sekret. Fillova të kuptoja se kjo nuk ishte vetëm respekt apo dashuri familjare. Ishte diçka më e thellë, më e errët, më e ëmbël. Pas disa ditësh, ai më thiri dhe më tha: "Eja, të tregoj diçka." Shkova në shtëpinë e tij dhe ai më çoi në kopshtin e pasmë, ku kishte një stol të vjetër prej guri. Ishte muzikë dhe dritat e perëndimit na rrethonin. Ai u ul pranë meje dhe filloi të më fliste për gruan e tij, për dashurinë e tyre, për mënyrën si ajo i kishte mësuar të donte. Pastaj, ai më shikoi dhe më tha: "Por ajo nuk ishte e para. E para ishte një vajzë si ti, shumë vite më parë. Dhe tani, ti më kujton atë." Ai mori dorën time dhe e vendosi në gjurin e tij. Ishte një gjest i thjeshtë, por për mua ishte si një zbulim. Ndjeva ngjestësinë e tij përmes rrobave dhe një valë emocionesh më përfshiu. Ai nuk tha asgjë më shumë, por sytë e tij flisnin. Dhe unë, pa fjalë, e lash veten të rëmbehesha nga ai moment. Atë natë, kur u ktheva në shtëpi, u përpoqja të kuptoja se çfarë po ndodhte. Isha e re, ai ishte i moshuar. Por dashuria, nëse mund ta quaja kështu, nuk njeh moshë. Ajo që ndjeja ishte një përzierje admirimi, dëshire dhe një nevoje për të ndjerë e veçantë. Dhe ai, me butësinë e tij, më bënte të ndihesha më e veçantë se kushdo tjetër. Ditët vazhduan dhe takimet tona u bën më të shpeshta. Ai më mësonte të lexoja poezi, të kuptoja muzikën klasike, të shikoja yjet. Por në çdo takim kishte një tension, një gjë që nuk thuhej me zë, por që ndihej në ajër. Një pasdite, ndërsa ishim ullur në divanin e tij të vjetër, ai më puthi në balë. Ishte një puthje e gjatë, e ngrohtë, që zgjati më shumë se ç'duhej. Dhe unë, pa menduar, e ngrita kokën dhe e putha në buzë. Ishte puthja e parë, e butë, e ngadalt, si një zbulim. Ai u tërhoq për një qast, duke më parë me habi, por pastaj buzëqeshi. "E dija," tha ai, "se ti je ajo që më duhej." Dhe unë, në atë moment, kuptova se kjo ishte vetëm fillimi. Ai më tregoi rrugën, më hapi derën dhe unë, me zemër plot dridhje, vendosa të vazhdoja. Por kjo nuk ishte fundi. Pas tij erdhën të tjerë. Jo sepse ai nuk mjaftonte, por sepse ai më kishte mësuar diçka.
se çdo person ka një histori, një prekje, një mënyrë të veçantë për të dashuruar. Dhe unë, si një libër që hapet faqe pas faqe, fillova të eksploroja. Pas disa muajsh, takova një burr në punë, më të ri, por me të njëjtën ngrohtësi në sy. Ai më trajtonte si një zonjë, me respekt dhe dëshirë. Me të, mësova se dashuria nuk është vetëm butësi, por edhe zjarr. Natët tona ishin të gjata, të mbushura me fjalë dhe heshtje, me prekje që flisnin më shumë se çdo gjuhë. Ai ishte i ndryshëm nga plaku, më i shpejt, më i papërmbajtur, por po aq i thellë. Pastaj erdhi një tjetër, një artist, me duar të njoma dhe sy që shinin bukurinë kudo. Me të, mësova se intimiteti nuk është vetëm fizik, por edhe shpirtëror. Ai më vizatonte në heshtje, dhe unë ndeja se çdo goditje e lapsit të tij ishte një puthje. Dhe unë, si një kanavaç, e lija veten të mbullohesha nga ngjyrat e tij. Çdo njeri më jepte diçka të ndryshme. Plaku më kishte dhënë filimin, më kishte treguar se si të hapesha pa frikë. Të tjerët më kishin mësuar se dashuria ka shumë forma, se çdo prekje është një gjuhë, dhe se unë isha e lirë të zgjidhja, të eksploroja, të jetoj. Por gjithmonë, në fund të çdo nate, kur mbetesha vetëm, mendja ime kthehej te ai, te plaku. Jo sepse më mungonte, por sepse ai ishte rënja. Ai ishte ai që më kishte thyer akulin, që më kishte treguar se mosha është vetëm një numër dhe se zemra nuk plaket kur. Një mbrëmje, pas shumë kohësh, shkova ta takoj përsëri. Ishte dimër dhe ai ishte ulur pranë zhakut duke lehtësuar. Më pa dhe bushqeshi, ashtu si herën e parë. E dija që do të vije, tha ai. U ula pranë tij dhe ai më mori dorën. Nuk folëm shumë. Thjesht qëndruam aty duke dëgjuar zjarin dhe duke ndjer njëri tjetrin. Atë natë, ai më tregoi diçka tjetër. Më tregoi një dhomë të vogël në Papafingo, plot me gjëra të vjetra, por me një shtrat të vogël të rreguluar me kujdes. E kam mbajtur gjithmonë të gatshme, tha ai, për dikë që do të kuptonte. Dhe unë kuptova. Ishte dhoma e tij, e fshehur, e tia, por që ai e ndante me mua. Ajo natë ishte ndryshe, ishte më e ngadalt, më e qetë, por po aq intensive. Ai më trajtoi si një grua, si një baras, jo si një vajzë. Dhe unë, në atë dhomë të vogël, ndjeva se kisha ardhur në shtëpi. Ai ishte fillimi, por edhe pika ku kthehesha për të kujtuar se nga kisha nisur. Pas asaj nate, vazhdova të takoj të tjerë, secili me historinë e tij, me prekjen e tij, me mënyrën e tij për të më bërë të ndihem të gjallë. Por tani e dija se çdo marrëdhënie ishte një vazhdim, jo një zvendësim. Plaku më kishte hapur rrugën dhe unë kisha zgjedhur të ecja. Dhe kur më pyesin për dashurinë time të parë, unë nuk them emrin e tij. Thjesht buzëqesh dhe them, ishte një plak që më mësoi të hapem. Dhe ata nuk kuptojnë plotësisht, por nuk kanë nevojë. Sepse sekreti im, historia ime, është vetëm imja, një përzierje ndjesish që filluan me një prekje të butë dhe vazhduan me shumë të tjera, secila e veçantë, secila e paharrueshme. Tani, ndërsa shkruaj këtë, jam ulur në të njëjtën kafene ku gjyshi im, jo gjyshi im, por ai plak, më tregonte historitë e tij. E kam parë dje dhe ai më tha, ende e ke atë shkëndi në sy. Dhe unë i thash, falteje. Ai buzëqeshi dhe në atë buzëqeshje ishte gjithçka, fillimi, rruga dhe premtimi se do të ketë gjithmonë një tjetër dorë që më pret, një tjetër histori për të jetuar. Por në fund, kur mbyll syt, unë e shoh atë, duke më parë me ato sy të tij të vjetër, por të mbushur me dritë. Dhe di se, pavarësisht se sa të tjerë vinë e shkojnë, ai do të mbetet gjithmonë i pari, ai që më tha, mos ki frikë. Hap syt dhe shiko. Dhe unë hapa dhe vazhdova. Dhe do të vazhdoj gjithmonë, duke mbajtur atë prekje të parë si një amanet, të fshehur, të shenjtë, vetëm timin.